klienti im nuk e ka pranuar fajësinë. Faktikisht kërkesa e prokurorisë ka qenë me dyshime, ka qenë ndërtuar vetëm në videoincizimet të cilat i ka marrë prej kamerave të sigurisë. Në ato kamera të sigurisë shihet nën shoqërimin e dy të dyshuarëve të tjerë, konkretisht nuk ka kur gjë, e tërë kërkesa për klientin tim është vetëm një fjali, që ka qenë nën shoqërimin e dy pandehurëve të tjerë. E normalisht që mbi këtë bazë klienti jam nuk e pranon fajësinë dhe shumë shpresoj që do të dalë i pafajshëm.